Përshëndetje, mirëserët në këtë vlog. Është era parë që më shihni me makinë. Kjo sepse po mundohem ta mësoj. Do thënë unë di jap makinës, por duke qenë se nuk jam dhënë fare, që kur kam marrë patentën, kam dhënë shumë pak se nuk më është dashur të kem një makinë, edhe në kohën që mu desh ndoshta një makinë me trafikun e Tiranës vendosa atëherë të merr një skuter, kështu që nuk e kam patur të domosdoshëm, nuk e di këtu ndoshta kur filloj punë do më duhet ose ndoshta jo, kështu që u mundon ta marr kur kemi këto rrugët pak të lehta, por nuk kam dalur fare në autostradë, se këtu autostradat janë autoban, edhe janë çik të frikshme, kështu që kemi shqetësuar. Ai si, si kisha dëgjuar që bënin edhe këto kështu, si maca apo si qenë. Ikëm, nuk të shqetësojmë më. Paqim. Wait, hold on. Opening and closing all the bright blue little boxes on my phone. Call me crazy when you talk about me. I never call you crazy, and I'm not crazy. Crazy. The doors of what I used to call my home. Wishing. Oh my god! Oh my god! Yeah, dhe marrim se s'bën këtë, më ta përdor për... Oh, wow, nice. Edhe këtë, për që më shumë të vogël. Hello! Që pat nga montazhi, nuk jam treguar shumë veten sepse siç mund ta shikoni, po kaloj sërish një tjetër val të një fytyre shumë të acaruar me puçra, të cilat unë i ngacmoj, nuk kam çfarë bëj. Do të thënë kam çfarë bëj, por nuk rri dot. Edhe mbollëm lulet dje, uroj shumë që të vazhdojnë dhe të rriten të bukura dhe të qeta. Edhe sot që ishim në Tredel Market, shkuam në dy të ndryshme. E dy apo në tre. Dojmë të shkojmë tek një i dyti në Dortmund, por ishte parkimi ishte kudo 10 euro, ishte kështu si tip thjesht një edhe mund ta lijes sa të doje, sepse sa duhet ishte edhe një ndeshje tek stadiumi në Dortmund, kështu që nuk e lam edhe shkuam në Hagen, edhe tek ai pari fare bleva këto. Ju tregoj se çfarë morëm. Përgatituni. Tada! Edhe gjëja tjetër që blem ishin door stoppers, këto që ndalojnë dyert, sepse na duan për këtë derën, fiks që kanë një ngjyrë, dhe për sa të tjera. Tani do thoni Eda, a je ti një kalama, se të kemi parë boll me Ladybug, e forta se kam patur fiksim të blija një nga këto revistat, po thoja se nuk më pëlqen kjo që është këtu, nuk do e përdor dot, realisht nuk e di se çfarë është kjo këtu, po mendova thash duket si më plota. Kisha edhe një tjetër, fakt nuk i bëra video, ishte një tjetër që kishte dorezat, e Ladybug kishte vathët dhe maskën, dhe po mendoja në fakt unë e kam bërë një herë për Halloween Ladybugun, pa e parë akoma, tani që e kam parë, ndoshta mund ta provoj prapë ose jo. Por ishte
Isha shumë kështu, ishin një copë bënte 1,50, 3 copë bënin 4 euro dhe ne I morë. Të dhe pastaj herë. Mora, okej. Isha në më dyshe, sepse burim po më thoshte merë 2 nga Lady Bug. Për qënë të e ke fiksim. Por unë do e të mirë edhe këtë, e kam drejt po. Kjo këtu ishte shumë cute, kjo Mia and Me. Nice, që nga me këtë ferin këtu edhe I kanë vënë krahët. Këtë e mora për besën e bashkëshortit tim, që është 3-4 vjeçë tashmë. Edhe mendoj që do t'i pëlqejnë shumë besoj, ose dhe përdori, domethënë më duk shumë që cute. Edhe është revista në gjermanisht. So cute, me feris. Puna është që kur kemi qenë të vegjël, nuk kishte asnjë gjë nga këto. Dhe si një person që do jetë gjithmonë fëmijë, nga fakti që I adhuroj kartunat edhe vazhdoj I rishoh, për shembull në YouTube edhe në Twitch, ke live stream të Yu-Gi-Oh, ke live stream të filmave të Wingstave, kështu që vazhdoj I shoh. Mora këtë, e mora sepse në fakt kjo ishte një rush që mund të varet tek çanta, kështu që më duk shumë cute se ishte e vogël, kështu që ta hapim. Edhe tjetër që blem është një bostan. Si thoni ju, bostan apo shalqi? Na dal. Marr një bostan. Tash dua më të voglin. Morëm edhe këtë rushin komplet të çuditshëm se kisha parë ndonjëherë. Quhej rush si gisht. Finger Trauben. Okej, ora më stem duke bërë shumë zhurmë me këtë, në qesën. Cute. Tada! Këto e kanë gjithmonë këto etiketat më duhet shumë kjo të shkojt marrë çantën. Unë ju beton që e mendova për këtë çantë dhe mendoj që është fix. Që kisha në mendje është kjo, që është posheta e Murakami dhe në fakt këtë unë nuk kam nevojë as ta lidh tamam, mund thjesht ta hap këtu. Perfect, shikojeni pak. Këtë dia dalloni, po kjo ka disa kështu copë dhe ngjyrash, fix si çanta, kështu që më perfekte, nuk kisha ku shkonte. Edhe prandaj e mora. I love Banix, më pëlqen shumë kjo. Super. The Child in Me, sepse siç po thënë, kur ishim në të vegjël, ne shihnim kartunat, edhe animet edhe serialet, por nuk ka patur gjëra. Por dikush gjente një sticker, një sheets me sticker, domethënë, ishte wow, se do kush që kishte mundësinë që udhtonte në Itali, flasim vitin 2000, domethënë, që kur jam qenë në vogël. Tani mund të jenë një unaz ose këto si charm. Tada! Okej, atëherë kemi këto që kanë, pas kemi 2 charms të vegjël, që unë patjetër do I përdor tek këto ornamentet e çantave, edhe këto do të jenë chokers. Okej, interesante. Cute. Nuk ja kam iden, a kjo është mënyra e duhur, thjesht kështu na kanë thënë. Dhe kështu kanë thënë bashorti që ti bëj, kështu që kështu po e bëj. Ndërsa këtu kemi lulet, po mundohesha t'i vija re, kanë lënë aty një leck. Po mundohesha t'i vija re nëse është hapur ndonjëra nga ato tjera që kanë qenë të mbyllura, mendoj që po fillojnë të hapen, se kur ju ndron vazo është pak vështirë, mund të mos e marrin pozitivisht. Edhe me këtë llojin e vazos, tu është ujë, edhe ka rënë një çik niveli, nëse shikoni këtu thot max.
këtu thot max, edhe po derisa shkoj në minimum, pra kjo e kuqja zbret poshtë, unë do t'i hedh prap ujë edhe mendoj që ta lë me këtë një herë. Dhe let's see. Sa po më erdhi kjo pakoja, edhe kam një ide që mund t'jetë nga APM Monaco, që është një firmë bijuterisë që i adhuroj të gjitha gjërat që kanë, edhe uroj t'jetë ajo, se në fakt nuk pres pako të tjera, besoj që mbaj mend, po, you never know. Oh no! Okej, nuk është fare ajo. Nuk është, okej, nuk është fare, sepse realisht me gjithë këtë ngjitsin e kështu më duk shumë serioze. Okej, të ky vlogu e di që e kam tepruar. But guess what? Tada! Këto janë revista, besoj, se, shiko, i pash në Vinted, ishte një vajzë që shiste 5 copë, jo, ishin diku po 5 copë, nuk e mbaj mend, ishin 5 copë për 6 euro i bleva, edhe më shkreti mos do dhe këto të tjerat, i tha shiko, kam 11 euro kredit tek Vinted, që kisha shitur disa gjëra, edhe sa mund të m'japësh me këto, edhe ri-updatoj listimin, edhe i vuri të, nuk e di sa kishte, mbi 11 mbaj mend më duket. Dhe unë realisht as nuk e pyeta çfarë janë, sepse ajo përdorte hefte gjermanisht që përkthej booklets. Uroj të janë si tip revista duken, yes, duken si revista. Oh my god, let's see them all. Dhe këtu kemi Sailor Jupiter të parën. Love it. Këto janë. Që kanë, nuk e di, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 në total. Për 11 euro kështu, plus posta, që pagova pastaj plus. Si mendoni ju, ja ka vletur? Duke të janë të gjitha revistat holla, kjo ishte më e trashë nga të gjitha, duke kështu sikur, më duket se thoshte po, si filloj çdo gjë, kështu që do të jetë fillimi edhe ka më shumë faqe. Very nice. Më pëlqen që ka për secilën nga luftëtarët, po themi nga një kopertinë. Edhe, nuk e di, e lezetshme është që këtu janë nga 1999 njerëz, do me thënë janë kaq të vjetra, edhe janë të gjitha, kjo që nga 98-a. 98-a, 99-a, 98-a. Po. Në fakt, si një person edhe nga 5 my god, këtu zogjt këndojnë aq shumë sa realisht nuk e di a dëgjoj tani. Më duket sikur është ndonjë zile telefoni, aq e fortë është dhe aq e pastër është fantastike. Nga 5 luftëtarët e bazë, zoj që këndoj nuk e di, ndoshta si dëgjoni fare. Nga 5 luftëtarët bazë, preferuara ime ishte Jupiteri. Edhe sepse ishte fort, kishte rufet, kam pasur gjithmonë një fiksim me rufet dhe ka pas pëlqyer shumë, ndërsa nga të gjitha luftëtarët, duke qenë se unë jam britsjap edhe jam shenjës së Saturnit, më pëlqen Sailor Saturni. Jep, to të gjitha janë gjermanisht, që janë të 98-s dhe 99-s, dhe të gjithë ne brezyn, unë jam e 95-s, nuk e kemi parë Sailor Moonin tek italiani, edhe pse jam e bindur në memorien time, që dy shoqet të mijat, që pastaj lëvizën nga Laçi, kanë patur ka patur një kukull të Sailor Moonit. Mendoj që ka qenë e Sailor Moonit, duke qenë se mbaj mend që kishte njëra nga këto kishte këto kukullat këtu, po nuk e di cila ishte tani, po që mbaj mend që kishte Sailor Moonin dhe kishte kukullat, kishte ato 2 bishtat dhe mbaj mend pak a shumë sikur kam një pamje fotografike të kukullës, por nuk e kam pas ndjekur atëherë. Mbaj mend kur kemi bërë një bisedë me Aleksin, Alekseitaj, ai më pati thënë, duke qenë se ajo është i 90 ose 91-shit, ai e kishte parë Sailor Moonin tek Italia 1. Unë si e 95-s kam qenë e vogël për atë seri dhe unë e kam parë me të gjithë ju
tek Bang Bangu. Them me të gjithë ju sepse un kam ndjekur shumë filma dhe seriale, kam patur fatin e madh të kem Disney Channel, që s'ka lidhje fare me animet e këto, po flas shumë seriale, filma, por më tepër ato të Disneyt, që shumica nga ju i keni parë tek Junior Bang Bangu, dhe flasët e Digitalbi. Un kam patur fatin të kisha në Laç, kisha këtë kablorin që kishte Disney Channel Italia. Dhe nuk e di, jam shumë falenderuese, madje pash një herë një shprehje që thoshte nëse ti ke shumë nostalgji dhe mendoj ne si millennials jemi gjenerata e nostalgjisë. Unë jam fiks aty tek millennial apo Gen Z, se o fillon te 96-ta, o mbaron te 96-ta, do të thënë millennials. Por thoshte nëse ti vuan nga nostalgjia, do me thënë, ke shumë nostalgji për jetën tënde, do thotë që ke patur një jetë të bukur, se normalisht për ndryshe nuk do kishe nostalgji për të, dhe jam shumë me fat për fëmijërinë që kam patur, dhe gjëja që e kam vuajtur, po në fundit çdo gjë ka të mira dhe të këqija të veta, do të thënë kjo është një shprehje që unë e them vazhdimisht, se më del ta them vazhdimisht, dhe gjë ka të mira dhe të këqija të veta, është që ne shikonim seriale ose siç e keni parë, se tani kam bërë koleksion Wingsash, Sailor Moon, kam filluar me Miraculous Ladybug, siç e pat në këtë vlog, do ta quaj ndoshta këtë vlogun nostalgjia një 30 vjeçare dhe kukullat e saj, por ka qenë fakti që ne nuk kishim gjëra të printuara. Do me thënë, herë me motra ime mund të ju tregoj një rast që nuk e di se si qysh tek, pa t'i gjet një portofol me Sakurën, Card Captor Sakura, nuk e di si e që në italisht la cacciatrice delle carte i thuhet, pak a shumë. Dhe a ishte portofol dhe kishte atë copën që ishte si tip plastike, e kemi prerë, plastifikuar, dhe ndoshta po e sigurt që i kam në Laç akoma, më thënë, plastifikuar ishte ta bëj me ngjitës edhe ta preje pastaj sipas formës, sigurisht e keni bërë dhe ju, e kam bërë dhe me letrat e Yu-Gi-Oh. Disa letra i kam ashtu, edhe i kam pas vënë edhe letër shqip të shkruar, do më thënë o zot budalliqet, dhe nga që e kishte Emelida portofoli dhe kishte këtë të Sakurës, nëse ajo më kërkonte një nder mua, unë i thoja, okay, do me japës një figurin të Sakurës, që ishte nga ky portofoli që e kishim prerë, sepse nuk kishte gjëra të printuara. Ose nëse dikush kishte një sheet me stickers, më duket se e përmenda më përpara te videoja, ti e ruaje. Unë kam akoma një blok me stikera të Yu-Gi-Oh që e kam ruajtur. Se për çaj kemi ruajtur, nuk e di. Po thjesht sepse nuk gjej gjëra të printuara. Kurse tani ke pafund. Më thënë, më e afërta e të printuarave që të Wingsave për shumë, që është fix gjenerata me cilën jam rritur. Flas që është publikuar momentin që ne kemi qenë në moshën e dur për ta parë. Kanë qenë kartolina që erdhën shumë më vonë, dhe më mend pat kanë qenë në të njëjtën periudhë me High School Musical, dhe unë i kam bler ato kartolina dhe i kam akoma. Kështu që ne që kujtojmë, kam pas bler dhe një palë set me letra, kështu letra Murlani, si me thënë, thjesht sepse ishin me Wingsat nga pas, për t'i patur, sepse kjo na ka munguar gjërat e printuara, do me thënë, merch, është fjala anglisht merch, pra ti shihje diçka dhe doje ta kishe pjesë të jetës tënde. Ne nuk e kishim këtë gjë, domethënë sepse në Shqipëri nuk kishte. Më vonë filluan të erdhin këto gjëra që ishin replika, fake, kështu, po në fundit ishin diçka që mund ta blije, dhe vetëm nëse kishe dikë jashtë që mund të sillte, dhe shumë vonë mua tezja më ka sjell një çantë High School Musical që ishte jeta e fundit, po ishte vetëm për një vit, se kur kalova në gjimnaz pastaj kaluan çantat e krahut, jo çanta kështu në mod. Time to pack all of these. Le t'i paketojmë. Në fakt do t'i përhap një qik, si shapka ime aty. Do të sistemoj pak të rëmujen. Ka kaluar një orë edhe unë si kam ngritur këto. Por na erdhi pak ore tjetër. Me sigur që nuk i pëlqeni fare. Nga ta hap këtë gjën. Jam shumë e sigur që nuk i pëlqen fare këto videot e mia. Sepse më pëlqenin me këtë dritën, por shiko, është realiteti. Zërë se jemi në një video call bashkë, edhe po t'tregoj se çfarë më ka ardhur. Ndërkohë, po më duket të vetja shumë këto kohë që kam zgjatur flokët, më janë prishur pak kaçorelat, si Eliza di Rivombrosa. E keni pas parë, besoj ka qenë te Top Channel, apo jo? Liza Rivombrosës, edhe vërta se më doli në TikTok para pak kohësh, që po ritransmetonin ato epizodet, edhe
E kuptova pse më kanë pas pëlqyer shumë flokët të kapura kështu kur i kam patur të gjata siç i kam tani, se për periudhën që isha të shkurtra sa herë i bëja kështu nuk dukeshin bukur. Nuk mund ta besoj njerëz. Ka një nga këto të merës po unë që po e qaja. Dhe nuk e di, nuk lexohet këtu, po thot to APM girls. Vajzat e apëmës, unë do me thano. Është kjo çanta që bën gjithmonë, sa duket. Tada! Ka edhe pak e vrarë. Në fakt nuk e pata ruajtur herën e parë këtë, duke qenë se është gjithë ky paketim edhe kush do hapi sa herë të duan bijut. Madje kam ruajtur kutitë e brendshme dhe ato janë pak a shumë annoying. Tada! Shkoj sa bukur. Do kam mbajtur këto veç e veç. Ja si duken. Kjo firmë ka pëlqyer shumë, janë shumë me fat që më sjellin produktet e tyre. Kam menduar në fakt edhe ti blej, duke qenë se më pëlqejnë shumë krimit e tyre dhe pse jam pak të shtrenjta, si çdo gjë këtej. Këtej nuk paguan vetëm për gramaturën, por paguan shumë për dizajnin. Okej, janë të mbyllura. Është më e vogël, por jo që kanë vathët. Oh my god, this is so pretty. Këtu kanë një varse komplet të madhe me këtë dizenjon e lules. Edhe që më ka tentuar ta blej, po kuston gati 1.000 euro, që më duket pak absurde, me qenë se është silver, po fantastike dhe i hedhi një parfum. Dhe këtu është varsja, wait. So pretty, shumë e bukur. Kjo është një model më i thjesht, mendojmë për ditëshmërie. Edhe tani e kam kuptuar, domethënë që duan bizu edhe për mbrëmje, po që ja, very cute. Wishing you'd come back to me, but not until you've learned to be alone. I wish I could go back and be 12 again and tell her you don't need a man, just wait till you're older. Little her, she couldn't see.